të rinjt shqiptar sot kanë si alternativ të vetme largimin dhe vetëm largimin nga Shqipëria. Miq, të gjitha këto janë apel, janë kushtrim të përballemi me këtë të keqe të madhe, të përballemi me çdo çmim, të përballemi me çdo kusht, të përballemi për dignitetin ton, të përballemi për të ardhmen ton, të përballemi për vendin ton, për familjet tona, për fëmijët tanë, fëmijët e fëmijëve tanë. Kjo është borxhi ynë. Kjo është borxhi ynë. Kjo është detyra jonë. Ne do të përmbushim atë. Edi Rama ka mbushur jo kupën, por çdo gjë. Meriton çdo ndëshkim. Meriton çdo ndëshkim me këto që i ka bërë kombit. Tani, pasi është kapur vjedhës i dhjetra milionave, përpiqet me çdo kusht të mbrojë vjedhën e tij, vjedhën e ministrave të tij. Është koha jonë, është koha e guximtarëve, është koha e njerëzve me ideale, është koha e njerëzve që e duan Shqipërinë. Ndaj dhe juftoj të përgatitemi, të nisim protestat e fuqishme, protestat me të cilat ne do ju rikthejmë shqiptarëve të ardhmen Shqipërinë nderin dhe dignitetin që meritojnë. Nderim për jetë Azem Hajdarit, tribunit liris, nderim student dhe liberator. Rofshiu, rof Shqipëria.